Përshëndetje, mbrëma të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit që po ndodhin në shtëpinë e Big Brother. Tensione, diskutime, por edhe amendsime. E disa një banore, e cila që në momentin e parë në fakt kur është bërë pjesë e këtij kasti, shënjestrën e ka patur direkt lëshuar kundër drejt Brikenës. Luftën e parë brenda shtëpisë e nisi me Brikenën dhe pati premtuar në dhomën e rrëfimit që unë nuk do ndaloj këtu. Unë do t'i nxjerr fytyrën Mateos, unë do t'ja nxjerr lojën Mateos, se Mateo nuk e do Brikenën dhe gjitha kjo është një gënjeshtër. Në fakt, këto ishin akuzat e Edisës që ngritën mendime tek publiku që ndoshta Edisa ka pëlqim për Mateon dhe mundohet që në lojë të ulën Brikenën. Por lidhshmëria që Mateo dhe Brikena kishin me njëri tjetrin e bën Edisën që thjesht mos mundet do të depërton në mes të çiftit dhe të krijon një lloj ndarësie. Tani çfarë ndodh? E pati thënë një herë Edisa këtë si muhabet, por banorët nuk e morën të mirëqen. Natën e sonte, teksa ishin të ulur në verandë Juela, Miri dhe Edisa filloi që të akuzon në këtë rast Brikenën që me ndjenjat të cilat ajo i tregon për Mateon nuk janë të sinqerta, por në të vërtetë Brikena ka ndjenja për Ledionin. Edisa është hera e dytë që e thot këtë gjë, që Brikena ka ndjenja për Ledionin dhe çuditërisht nga ana e produksionit nuk ka asnjë lloj reagimi. Domethënë përmendet, le të themi, drejtori i këtij formati, duke ditur që gruaja e atij drejtori, se unë drejtore e quaj Ledionin, gruaja e atij është presidentja e këtij televizioni, është producente e këtij formati dhe nuk ka asnjë lloj reagimi nga ana e produksionit që Edisa të mos të vazhdon më tej me këtë si muhabet, sepse është thjesht një akuzë kundër drejt Brikenës. Por siç duket, produksioni dëshiron që ta sjellën si çështje, dëshiron që ta sjellën si temë në Prime, që të flitet gjatë Prime-it. Unë mendoj në qoftë se Brikena ka hedhur një humor që e tha që unë i dua çunat bjond me sytë të gjelbërt etj. Ajo nuk ja hudhi këto muhabetet Ledionit, sepse nuk më duket Brikena një vajzë e tillë që të përfshihet në një marrëdhënie dhe të ndajë një çift. Domethënë Brikena edhe kur e tha si muhabet, ka qenë në Prime-et e parë që domethënë u bë si tip shakaje edhe nga ana e Ledionit, Brikena e tha me shumë buzëqeshje dhe e priti në fakt me shumë humor. Normalisht nuk e priste që dhe nuk e pret që kjo gjëja të jetë bërë kaq serioze. Edisa, siç duket, ka krijuar shumë super fuqi brenda shtëpisë dhe nuk i plas fare, a flet për produksionin, a flet për moderatorin, a flet për opinionistët, duke e ditur se në formate të këtilla çfarë roli të rëndësishëm ka moderatori, dhe sidomos kur bëhet fjalë për Ledion Liço. Në të vërtetë, unë mendoj që këtë vit toleranca nga ana e produksionit është shumë e madhe sepse kanë në interes klikimet. Vitet e kaluara, banorët të cilët kanë qenë pjesë e këtij kasti nuk ka mundur dot që të nxjerrin një shkronjë nga goja për produksionin e jo më lëre, domethënë të fillojnë të hamendsojnë. Unë mendoj që urrejtja që Edisa ka kundër drejt Brikenës, tani xhelozia mes vajzave ekziston, kjo është më se normale. Brikena nuk më duket një vajzë e tillë, nuk më duket një vajzë që mund të xhelozojë një vajzë tjetër, që mund të urrejë një vajzë tjetër, sepse e shoh që në aspektin e pamjes, në aspektin e bukurisë, në aspektin të trupit të saj, Brikena është jashtëzakonisht shumë e përmbushur. Ndërsa te Edisa kam parë një lloj xhelozi femërore, që në fakt e kemi ndeshur në shoqëri dhe e shoh që këtë xhelozin në për disa forma, Edisa është duke e treguar në shtëpi duke e gjuajtur Brikenën me fjalë që realisht
janë okej në ditën ku ne jetojmë. Nuk ka femër sot pa botokse, nuk ka femër sot pa intervenime plastike dhe sidomos figurat e televizionit. Të ofendosh ti një vajzën që ti e ke bler misin me para, që realisht në Brikena na ka bërë të ndihemi krenar, sepse rëndësika që shqiptare dhe na ka përfaqësuar shumë bukur, të mundohesh që të njolosish imazhin e saj duke u munduar që të godasësh në lidhjen e tyre që Mateo të prishet nga kjo marrëdhënie vetëm e vetëm sepse ti ke qëllime që të futesh në lojë sepse ke hyrë shumë vonë në këtë pikë të lojës, unë mendoj që nuk është e drejtë dhe këtu nuk e shoh fare realisht të përfshirë produksionin për të ndaluar një herë për gjithmonë këto akuza të shpifura, sidomos kur është në pyetje moderatori i këtij televizionit, domethënë Ledion Liço. Imagjinoj që Edisa pas ka një super fuqi apo është thjesht një lojtare e produksionit që mund të ketë hyrë me mision dhe produksioni ja ka toleruar të gjitha gjërat. Sepse të kesh ti guximin, ti flasësh të gjitha gjërat troç edhe mos ketë asnjë lloj reagime, domethënë këtu ka një pikë. Mund të jetë e ushtruar edhe nga dhoma e rrëfimit që bëje të pamundurën futu në mes të Brikenës dhe Mateos dhe përçar çiftin, sepse në momentin që ti do futesh të përçash çiftin, ne do të kemi klikime, suporti do të jetë shumë i madh dhe video do të përhapen shumë. Unë mendoj që Edisa ka patur një mision që kur hyri, jo më kot domethënë hyri direkte tek Mateo dhe tek Brikena dhe u afrua me Mirin, sepse me Mirin e di shumë mirë ajo që në qoftë se Miri afrohet, domethënë Miri mund ta fuqizon, nga që e ka po të njëjtin stil si me Selin, e shikojnë në natyrën e afrimitetit, në mënyrën se si qeshen, se si bëjnë shaka etj. Dhe nga ana tjetër, domethënë e ka armën e dytë që mund ta bënte për vete, sepse ndoshta nga jashtë Disa ka krijuar një bindje që Mateo është lodhur edhe nuk do t'i shkon më nga mbrapa Brikenës, dhe në qoftë se kjo si femër i afroheshte nga afër Mateos, ja merrte vëmendjen, i futeshte në bisedë, Mateo me patjetër do t'i fokusoheshte Edisës dhe do t'i ishte dorë nga Brikena. Tani e shoh pak të rrezikuar në lojë dhe bën këto lloj amencimesh. Mua nuk më duket njerëzore që të hedhësh vrerë. Kjo është domethënë të hedhësh vrerë dhe të shpifësh, sepse Brikena nuk më duket një vajzë që realisht mund të ndjej Ledionin apo mund të krijoj një lloj ndjesie imagjinare për Ledionin, duke e ditur që Ledioni konsideron një familje goxha të mirë, domethënë gruaja e tij është producente dhe besoj që Sara ka patur dorë në përzgjedhjen e të gjithë banorëve që janë pjesë e këtij kasti. Tani unë do doja shumë që kjo video të shfaqej edhe në Prime, dua të dëgjoj dhe mendimin e Arbrit dhe mendimin e Monikës se çfarë do të thonin për këtë ngjarje dhe si do ta perceptoni qëndrimin e Brikenës, sepse Brikena për mendimin tim ka patur një qëndrim tepër të kulturuar, në fakt një qëndrim për t'u duar trokitur në raport me Edisën, e cila hyri që në fillim dhe filloi që ta sulmon edhe ta godet Brikenën në formën e saj.